Sali Berisha ka qenë në Asamblen Parlamentare 2 herë. Kjo është ere dytë. Ere parë ka qenë në 7 prill të Këshillit të Evropës. Po, të Këshillit të Evropës. Asamblea Parlamentare Këshillit të Evropës. E kemi foton sot. Herë të parë ka qenë në 7 prill. Dhe ka qenë një muaj gjysmë para zgjedhjeve të 15 majit. Ishte një lëvizje greke, ku në Asamblen Parlamentare, dhe ne duhet themi kush është kryetari i Asamblesë Parlamentare. Kush është? Në kohë shohim foton e doktorit. Theodoros Rousopos. Grek. Theodoros Rousopos është deputet i partisë Neodemokracia. Eurodeputet. Neodemokracia ka 7 deputet. Njëri për tyre është dhe është i shtati, po të themun tani, është Beleri. Jo, Beleri është i dyti për atë punë. I shtati për të themun, me i votuar. Oke, i dyti, po e qujmë i dyti dhe jemë brënda. Gjithë këj grupim ka organizuar gjithmonë takimet e Sali Berishës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ky. Dhe takimet që janë bërë atje janë bërë pikërisht me këta grupime. Pra e thoni që takimi që ka nesër Berisha do të jetë organizuar nga delegacioni grek? Është absolutisht i organizuar nga konjunktura greke në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Dhe takimet që ka bërë në 7 prill, zyrtarisht është u takua me Dora Bakojanis. Okej, po Dora Bakojanis është konjunktura. U takua në një komision që kishte të bënte me të drejtat njeriut, që ishte absolutisht komision me deputetët e Neodemokracisë. Pra me i fjalë, ta lexojmë në këtë formë, sepse kjo është e vërteta e Saliut, nuk është qiftuar, por këto linjat i kanë dhënë hapësirë dhe e kanë bërë personazh. E treta në që duhet dalë, dhe kjo është në përgjigje të pyetjes sa po thatë ju, është e tepër tani të diskutosh mbi demokracinë opozitare në Shqipëri. Në qoftë se mund të themi, përpara ca kohësh ka patur përpjekje të jashtëzakonshme të Komitetit Strategjik Shqiptar, qoftë Amerikan, që Evropa, për të gjetur zëvendësues, u pa përfundimisht ai nuk ekziston. Dhe këtë e di mjaft mirë Berisha. E kanë lënë rrugën e vet. Çështja është që Berisha, përpara se të bënte protestën, tha Edi Rama, rri atje në atë zyrës dhe ta shohësh ç'do të bëj. Po deshat, apo ta mbajti rri. Tani. Nuk neti Rama, me thënë vërtetën. Kishte frikë. Nesës neti. Perceptimi e Sali Berishës në këtë protest ishte i qartë, do me do e mos përplasjen. Dhe do përplasjen për të fituar. E do përplasjen për fituar. Dhe skenari ishte për një përplasje për të fituar. E strukturuar mjaft mirë me një grup organizator në qendër, i cili çuditërisht jo si radhë të tjera, ku molotovët i hithet tek dera, i hodhi tek policia. Dhe në qoftë të shohësh ngjarjen, menjëherë u hap korridori. Dhe ju fotografinë që keni këtu duket që korridori midis shkallëve dhe grupit është i hapur i gjithi. Sepse policia u troq. Pse u bën gjë e tillë? U bë që të realizohej shkalla e dytë, sulmi drejt kryeministrisë. Ky ishte momenti kur filluan gazi lotësjellës, filloi dhe doli një makinë. Dhe gjithë kjo psikologji e sulmit e një fitore tashmë në betejë u shkatrua me një makinë për 1 minutë. Një makinë e shpërndau turmën. Dhe ajo makinë pa dashje hodhi dhe një top këtu të doktorit, na e bëri doktorin Helaq. Dhe nga ky moment doktorit nuk e pemën në skenë. Sepse duke qenë Helaq, vajti një shpull makinë dhe hoqën sepse generali iku. Iku generali, skema e fitores ra. Për sa kohë që ne do të vazhdojmë të jemi me këtë skemë, do kemi parasysh gjithmonë se Saliu kërkon të bëj përplasjen për të fituar. Tashmë është e qartë që nuk fiton dot. Të fitojnë betejën, përplasje. Kjo është psikologji primitive, ka kohë që ka ikur nuk fiton. Dhe sot, ajo që mua më shqetëson tani është që po kalohet në një fazë të dytë dhe kjo është shumë shqetësuese për mua dhe kjo përbën element po prodhohet fraksionet ushtarake brenda një grupimi politik. Dhe unë kam frikë, se sa po shoh skemën e Saliut është që të kaloj tashmë nga lëvizje militante në mitingje, në struktura paramilitare që përbëjnë fraksionet armatosura, por kjo është skemë që kam përdorur OQP-ja pati linjë politike, prodhoi linjë ushtarake. Në Irlandë e Veriut pati linjë politike, linjë ushtarake. Në Itali pati linjë politike, linjë ushtarake. Dhe ajo që mua më shqetëson është që duket gjitha shenjat që jemi drejt një rrugë të tillë
ku Sali Berisha në kuadër të Se në analogjit, fundit, që po vjen fundi edhe ligjorit tia, jo më fundi fizik. Të se besoj farë, unë, po... Po fundi po Edhe analogjit që përdori nuk janë... Unë i qëndroj kësaja, sepse nuk është ere parë që po e shoh. Jo, që... Si janë dhe ajtë ndarë... Parë dakord, po... Teza që unë me 300 laqian... Po, më se sështë edhe ajtë ndarë Rama me Berishën në bukë. Nuk është kaj që... Po, me që a erdi na dërmojnë ndru, më falë, a erdi na dërmojnë ndru të shtëpia jonë, 3-4.000 vetëve na hodhin lanë, ti thu të kryeministria. Tesh, ky që del për zot dot njerëzve, të shtëpia vetëm, të shtëpia vetë. I ka dërmu ndru, i ka hedhën lanë. Tani, i vetëmi akt trimëror, i vetëmi akt trimëror që ka bërë Berisha ka qenë sulmi ndaj Selis PD-s. Atje u me pokatashi me sopata me anxhat. Shi analogjit me Iran e me këtë nuk funksionojnë. Në Dragobi është. Te Rama është qenjja i, përballë Ramës është qenjë. Plator, vetëm një gjë. Përballë Ramës është qenjë, le t'ja them pak me gjë. Jam dakord. Përballë Ramës është qenjë Saliu. Të vetët i shkyen ai, mos ki merak. Por lema dhe se a ishë në akord, a i 2 ditë më parë i dha vota Ramës dhe e qoj e bëri si tha Ramës, si tha Rama, më qove në shpinë e bardh, i tha. Do më qoje në burg, i tha, më qove në shpinë e bardh. Atë që bëri ditë në shtunë, që hoqë i flamurët Amerikanë, ti dilte Trumpit kundër në... Jo, më të dilte Ramaduros kundër. Ti dilte Ramaduros kundër. Ramaduros. Ky ishte opcioni im që... Dakor. Kam edhe unë një argument pro kësaj që thua ti se... Për këtë punë... Jo, kam, se po dëgjoja... Po e analizova, po dëgjoja edhe atë Luciano Boçin, në fakt që filloi dhe kërcënoi gazetarët. Nuk kanë këllqe për të bërë. Jo, dakord, po... Nuk duan këllqe. Kur dëgjoj dhe Luciano me shtetin e kanë humbur të gjithë, edhe kur është i ngortur shtetin. Me shtetin e kanë humbur të gjithë. Për çdo gjë zoti, sepse ai ka humbur. Me shtetin e kanë humbur të gjithë davan dhe në 97-ën që shteti ishte i rrëzuar për dhe, përsëri kafshonte. Me shtetin e që në momentin e fundit të tij nuk është ai që i natosur se atë kullat dërtojnë. Pas do revolucioni, i dashur meqe, kodin zgjedhor, i dashur meqe, kodin zgjedhor e bën bashkë. Sistemin politika ka ndërtuar bashkë. Po lema si raje gjitha kjo. Kullat po i ndërtojnë bashkë. Resortet po i ndërtojnë bashkë. Po lere tani shathua tani. Tjetër pist lufte. Po lere tani. Nuk po lufton politik, po lufton në skem tjetër. Të lutem, meqe. Skemën tjetër mos harro. Edhe atje në Sazan bashkë janë, pa merak, se i kanë bashkë dhe Sazanin. Plato. Po ja që na bën tani. Tani, se ndryshon gjithë logjika e bisedës, po realisht